تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut te baraka wa taala. Salavatet dhe selamet qofshin për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, shokët e tij, si dhe për të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në vijim të nderuar vëllezër, është kënaqësi e madhe që të jem mesin tuaj në xhaminë e Imam Al-Albani në qytetin e Gentit të në Belgjik. Lusë Allahun te baraka wa taala që t'i shpërblej gjithë organizatorët, si dhe të gjithë pjesëmarrësit nga kudo që keni ardhur. Siç edhe e dini, tema jon është apo sillet rreth e rrotull familjes. Sillet rreth e rrotull asaj të cilën e jetojmë dhe e përjetojmë çdo ditë dhe në çdo moment secili prej neve. S'ka dyshim se është një temë mjaft me rëndësi. Parashtrohet pyetja pse është kaq me rëndësi kjo temë. Themi, shkaku dhe arsyeja e parë është se të folurit rreth jetës së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, që ka të bëj pra me shtëpinë e tij, me gratë e tij, me familjet e tij dhe fëmijët e tij, në këtë gjë ne gjejmë dobi dhe mësime të shumta, të cilat na ndihmojnë të gjithë neve të përmirësojmë raportet tona me familjet tona, gratë tona, prindërit tanë, si dhe fëmijët tanë. Pra me këtë mësim dhe me këtë përkujtim na mundsohet neve ti përmirësojmë gjitha ato mangësi që I posedojmë në jetën tonë familjare dhe në shtëpitë e tona, përmirësim ky që bëhet sipas udhëzimit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Arsyeja e dytë pse kjo temë është aq me rëndësi është pasi që secili prej neve ka nevojë që të rikujtohet, secili prej neve që nuk di ka nevojë që të mësohet, secili prej neve që është në gaflet ka nevojë që ti tërhiqet një vërejtje dhe të kthjellet dhe të përkujtohet. S'ka dyshim se kjo çështje është prej çështjeve me më rëndësi, e cila varet pra apo e cila ka të bëjë me të drejtat dhe obligimet e secilit prej neve me çdo individ të familjes son. Dhe s'ka dyshim se si temë është mjaft e gjerë. Mundemi të flasim nga aspektet shumta, për atë edhe do e ndajmë në 3 aspekte apo në 3 tematika. Tematika e parë për cilën do të flasim sot me lejen e Allahut te baraka wa taala është ajo baza dhe themeli, gjoja më me rëndësi në të cilën kthehemi të gjithë ne. Do të flasim rreth shtëpisë
së profetit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Si ishte lidhja e tij me familjen e tij, çfarë raportesh kishte ai sallallahu alaihi wasallam, si silleshte ai me gratë e tij, si zgjidhte ai problemet dhe kështu me radhë. Tema e dytë për të cilën biidhnillah do të flasim nesër ka të bëjë me problemet në familje, sebepet e këtyre problemeve dhe si zgjidhen këto probleme dhe këto kacafytje që mund t'i ndodhin secilit prej neve në shtëpinë e vete. Dhe tema e tretë, e cila do t'jetë pas nesër me lejen e Allahut azza wa jall, ne të do të flasim pra për disa të drejta që u takojnë prindërve, për disa të drejta që u takojnë fëmijëve. Gjithsesi, tema e sotme, shtëpia e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Si silleshte i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam me gratë e tij. Fillimisht kemi një ajet bazë kur flasim për këtë çështje, një ajet pra në surën Rum ku Allahu te baraka wa taala thot: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun." Pra dhe prej fakteve të madhërisë së tij, prej argumenteve është se Allahu u ka krijuar juve dhe ka krijuar prej llojit tuaj gra në të cilat gjeni prehje. Pra në të cilat gjeni prehje, wa ja'ala bainakum mawaddah, dhe ka bërë pra Allahu midis jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtet në këtë ka argumente për ata njerëz cilët mendojnë dhe logjikojnë. Allahu te baraka wa taala e ka bërë familjen një aje, një argument ku secili prej neve duhet përkujtohet për mirësinë e tij azza wa jall, për dhuntin e tij që ja ka dhënë këtij robi. Pra ajo është një lidhje e mëshirës, ajo është një lidhje e dashurisë, bazë e të cilës janë burri dhe gruaja. Dhe s'ka dyshim se në këtë ne kemi shembulltyrën më të mirë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Jeta e tij, sjellja e tij me gratë e tij është e mbushur me mësime. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qenë shembulltyra më e mirë dhe më e lartë sa u përket marrëdhënieve me njerëzit dhe prej këtyre njerëzve pra marrëdhënia me njerëzit e shtëpisë dhe me të afërmit. Dhe ai i cili e mediton jetën e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam e gjen atë se ka qenë një baba i urtë, një baba i dashur, një baba i mëshirshëm. Ai i cili e mediton jetën e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam e gjen atë se ka qenë një burr i drejtë, një burr i mirë dhe një burr bujar. E gjen të dërguarin e Allahu sallallahu alaihi wasallam se ka pasur modesti pa dobësi. Ka poseduar ai alaihi salam modesti pa dobësi. Dhe ka poseduar ai sallallahu alaihi wasallam fuqi dhe forcë, mirë po pa dhunë. Kjo ka qenë etika e tij sallallahu alaihi wasallam karshi grave të tij. Pra siç e përsëritëm disa herë në këtë gjejmë neve dobi të shumta dhe mësime të mëdha. Dhe s'ka dyshim që njeriu ta përmbledh gjithë jetën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam është e vështirë në disa mësime, mirë po në këto mësime do të cekim disa prej porosive të tij, disa prej fragmenteve të jetës së tij që kanë të bëjnë me shtëpinë e tij dhe familjen e tij, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Fillimisht është një porosi e tij alayhi salam në të cilën ka thënë: khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Më i miri prej juve është ai që është më i miri për familjen e tij dhe unë jam më i miri për familjen time. Hadithin e saktëson Sheikh Al-Albani. Dhe kjo khairia, kjo mirësi, pra është mirësi e përgjithshme që i përfshin të mirat
nga gjitha anët e saj, në jetën e tyre të dunjas dhe në adhurimet e tyre, në hajën e tyre dhe në pijen e tyre, në ecjen e tyre dhe në uljen e tyre, në edukimin e tyre, në gëzimin e tyre dhe hidhrimin, dhe po ashtu pra në khairin e tyre sa i përket dunjas dhe ahiretit dhe fesë e tyre në përgjithësi. Jo vetëm kaq, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam porosit dhe thot: akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyaruhum linisaihim. Besimtarët me imanin më të përsosur janë ata me sjelljen më të mirë, dhe më i miri prej tyre është ai që është më i miri për familjen e vete. Dhe kur i lexojmë pra këto porosi, gjejmë se shumë njerëz, apo ndoshta edhe vetët tona, që kanë mangësi të madhe në këtë aspekt. I jep përparësi shoqërive të tij jashtë shtëpisë dhe ngarkesa më e largët cilën e posedon njeriu është shtëpia e vete, kur don shkon dhe kur don del prej saj. Pra ka thënë alayhi salam: wa khairukum li ahli, më i miri prej juve është ai që është më i mirë për familjen e tij. Pra çdo khair të cilën e bën njeriu, njerëzit më meritor për këtë khairie dhe për këtë të mirë janë njerëzit e shtëpisë së tij, janë gratë dhe fëmijët e tij dhe prindërit e tij. Pra dhe është për keqardhje, siç tham, kur i sheh se si njerëzit pra kalojnë kohë të madhe me shokët e tyre dhe me shoqëri të ndryshme, mirë po janë ndaj familjes së tyre dhe shtëpisë së tyre njerëzit më të largët dhe njerëzit më ghuraba. Dhe nëse njeriu apo kur njeriu është në shtëpinë e vete, s'ka dyshim se do të sfidohet sabri i tij. Për këtë shkak ka nevojë që njeriu të posedojë një sasi të madhe durimi. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e ka ngulitur këtë bazën e durimit sa i përket martesës, pra që të bëjë njeriu sabër ndaj njëri tjetrit, dhe të shikojë dhe të fokusohet secili prej burrit dhe gruas në aspektin dhe në veçoritë e mira të gruaja e tij. Sa i përket burrave karshi grave, ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam: la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Të mos e urrej besimtari besimtaren nëse urren një sjellje tek ajo, kënaqet me një sjellje tjetër të saj. Po ashtu, sa i përket grave karshi burrave, ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam: ra'aytu kunna akthara ahli an-nar, ju kam parë juve që jeni banorët më të shumë të zjarrit, wa dhalika anna kunna takfurn, dhe këtë pra shkaku se jeni më së shumti në zjarr është se bëni kufër. Kam thënë njerëzit: nekfuru billah, a i bëjmë ne kufër Allahut? Ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam: la takfurna al-ashir. Jo, për qëllim pra nuk është kufri ndaj Allahut azza wa jall, mirë po për qëllim është mos falënderimi ndaj të mirave, mos vlerësimi i tyre. Si bëhet kjo? Shpjegon këtë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe thot: idha ahsana ilayha ad-dahra kullahu taqul wallahi ma ra'aytu minka khayran qat. Pra nëse burri sillet me mirësi gjithë jetën e tij, gjithë kohën e tij ndaj saj, ajo thot: wallahi nuk kam parë prej teje asnjë të mirë. Kanë thënë dietarët: wa man nadhara fil hadithain fatayaqana tamaman annahu la yujadu man huwa khalin min an-naqs. Thot ai i cili lexon të dyja këto hadithe, edhe porosinë të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam karshi burrave, edhe porosinë e tij karshi grave, i bëhet atij e qartë se nuk ekziston asnjë njeri që nuk posedon të meta, qoftë ai burr apo qoftë ajo grua.
Ku është ajo gruaja që ajo grua pra që nuk ka tmeta, apo themi ku është ai burr i cili nuk posedon tmeta? Dhe përderisa secili prej neve është i tillë, si mund të ketë burr apo grua që e lakmon pamëtsin tek tjetri? Pra secili i ka mangësit, mirë po duhet veprojmë bazë këtyre haditheve dhe porosive që i përmendëm. Nëse njeriu pra burri apo gruaja fokusohen në aspektet e khejrit dhe defokusohen pra nga ato pika që shtin dhe fusin urrëtie mes tyre, të rast pra anija e familjes do të ecte me rehati. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka pasur sjellje shembullore karshi familjes së vete kudo që ka qenë. Prej tyre në shtëpinë e tij është hadithi që transmetohet në Bukhari nga Al-Aswad ku thot: "Su'ilat Aisha radhiyallahu anha ma kana an-nabiy alayhi salam yasna'u fi bayti." Thot Al-Aswad është pyetur Aisha radhiyallahu anha ç've pronte i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e tij. Ka thënë Aisha radhiyallahu anha: "Kana yakunu fi mihnati ahli." Në shtëpinë e tij ishte në shërbimin e familjes vete. Fa idha hadarati as-salatu kharaja ila as-salah. Pra ishte në shërbimin e tyre derisa vinte koha e namazit, më pas largoheshte dhe shkonte që ta fal namazin. Në një rivajet tjetër ka thënë: "Kana fi mihnati ahlihi yahlibu shatahu wa yakhsifu na'lah." Ishte në shërbim të familjes së tij, e mjelte delen e tij dhe i ndreshte pra ato nallanet e tij nëse prisheshin. E vepronte këtë punë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam me duart e tij. I bënte këto shërbime, edhe pse aso kohë njerëzit nuk kanë qenë kaq të zënë sikurse ditët e sotme, punët që i kanë pas kanë qenë të pakta. Pra kanë mundur vetë gratë të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam ta mjelin delen apo t'i ndreqin ato nallane, mirë po i dërguari Allahu alaihi salam ka kontribuar në këtë gjë. Duke qenë kush është ai? Duke qenë pra krijesa më e mirë sallallahu alaihi wasallam. Dhe duhet ta dim se aq larg lumturisë familjare do të jemi secili prej neve, aq larg sa jemi nga suneti i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahut alaihi salam silleshte me përkthelje dhe me dashuri me gratë e tij dhe me familjen e tij. Hadithin që transmeton Jabir dhe Uqba thuhet se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kullu ma yalhu bihi ar-rajulu al-muslimu batil." Çdo gjë me të cilën argëtohet burri musliman është e kot. Pra çdo argëtim është i kot, pra për e kot nuk fiton për atë vepër shpërblim, përveç se illa ramyuhu bi qawsi, pra gjuajtja me hark, wa ta'dibuhu li farasi, stërvitja e kalit të tij, wa mula'abatihi ahla, dhe përkthelja e familjes së tij, fa innahunna haq, këto janë hak. Pra për këto shpërblehet njeriu, pra gjen shpërblem tek Allahu te baraka wa taala. Prej përktheljes së tij sallallahu alaihi wasallam është se ai garonte me vrap me gratë e tij, dhe kjo transmetohet në hadithin e Aba Salama nga Aisha radhiyallahu anha, e cila tregon se ja ka kaluar të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam në vrap. Dhe më pas, për së dyti herë ja ka kaluar asaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë: "Hadhihi bi tilk." Kjo është për atë parën, pra përderisa më kalove herën e parë, ta kalova herën e dytë. Kjo ka qenë sjellja e tij sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse kjo ndodhi, ndoshta në formën e saj duket si diçka e thjesht, mirë po është shkak që njeriu të afrohet dhe të shfaq dashurinë karshi gruas së tij. Dhe po ashtu ky hadith tregon modestin e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe nuk tregon dobësinë e tij.
ka prej burrave që mendojnë nëse njeriu sillet me modesti në shtëpinë e vete, tregon shenja dobësie. Themi që kjo nuk është e vërtet. Tregimi i modestisë karshi familjes tënde, gruas tënde, është shenjë e mirë dhe nuk është tregim dobësie. Ka thënë Ibn Umar radhiyallahu anhuma një fjalë të bukur: Innehu la yu'jibuni ar-rajulu yakunu fi ahli baytihi mithla as-sabi. Thot, më pëlqen ai burr i cili sillet në shtëpinë e tij sikurse një djalosh, pra sikurse një fëmijë. Thumma idha bughiya minhu wujida rajula. Më pas nëse kërkohet diçka prej tij, del që është burr. Pra sillet me butësi me familjen e tij, me përkthjelje, mirë po kur vjen puna, duhet që të intervenoj ai si burr i familjes, e gjenim që është burr. Po ashtu transmetohet se Zeid ibn Thabit radhiyallahu anhu kana min afkahin nas. Pra ka qenë prej njerëzve më të hareshëm, njeri që ka qeshur shumë me familjen e tij. Dhe kanë thënë sahabët fe idha kharaja kana rajula. Mirë po kur dilte prej shtëpisë së tij, ishte një burr prej burrave. Dhe nuk ka dyshim se s'duhet pra që njeriu ta shfaq forcën e tij, ashpërsinë e tij, autoritetin e tij deri në atë mas sa që të mbjell frikë tek gruaja e tij, pra tek gratë e tij. Edhe pse ky mund të jetë një lloj kontrolli, mirë po është kontroll baza e cilit është frika dhe nuk është dashuria, respekti, druajtja dhe gjitha këto veçori që përmendëm. Po ashtu në jetën e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe në shtëpinë e tij na bëhet e ditur se si i zgjidhte i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam problemet që mund të hasnin, zënkat që mund të hasnin në shtëpinë e tij. Transmetohet në Tirmidhi dhe në Nesai një hadith cilin Sheikh Al-Albani e bën sahih. Thuhet se i ka ardhur balagha Safiyata anna Hafsata qalet anha bintu Yahudi. Pra i ka ardhur Safijes një lajm se Hafsa radhiyallahu anhuma, se Hafsa ka thënë për të e bija e një jehudiju. فبكت صفية فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي. Është prekur nga ky rast Safia dhe ka filluar që të çaj derisa ka hyri dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe ka pyetur ma yubkik, pse çan? Qala li Hafsa an ibnatu yahudi. Ka thënë Safia, Hafsa ka thënë për mu se un jam e bija e një jehudiju. Si e ka zgjidhur këtë problem i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam mes grave të tij? E ka zgjidhur me fjalë të mira dhe me durim. Dhe me vetë përmbajtje ka thënë: Innaki ibnatu nabi. Ti je e bija e një profeti. Pra je pasardhëse e një profeti. Wa inna ammaki la nabi. Xhaxhai yt është një profet. Wa innaki la tahta nabi. Dhe ti je nën një profet, pra nën kujdesin e një profeti. Fe fi ma tafkharu alejk. Pra me çfarë mund që të nënçmoj ty ajo? Të thotë që nuk ka asgjë me cilën ti duhesh që të nënçmohesh. Dhe për qëllim me xhaxhain si profet është Ismaili alayhi salam, dhe për qëllim me bija e një profeti është pra Ishaku alayhi salam, për shkak se pasardhëse atij nesebi, dhe për qëllim se ti je nën kujdesin e një profeti, pra është i dërguari ynë, i dashuri ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe çka vepruar me Hafsën i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka shik kësaj vepre, i ka thënë ittaqillaha ya Hafsa, kije frikë Allahun o i Hafsa. Po ashtu në jetën e tij James i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam sjellur me butësi të madhe, dhe se ai ka komunikuar me gratë e tij, dhe se ai i ka dëgjuar ato.
pa marrë parasysh se nëse ajo që kanë thënë dhe kanë vepruar pra ka qenë diçka serioze apo jo, edhe aq e tillë. Për këtyre është edhe hadithi që transmeton Aisha radhiyallahu anha, po të njëjtin pra që e bën Sheikh Al-Albani si sahih, thot qadima Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk aw Khaybar. Erdhi i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nga betejë e Tabukut apo Khaybarit. فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة. Dhe kur mbërriti pra i dërguari i Allahut alayhi salam, fryei ka fryer një erë e cila e zbuloi mbulesën e kukullave apo vashave të Aishës radhiyallahu anha, me cilat ka lozur ajo. I ka thënë i dërguari i Allahut alayhi salam: "Ma hadha ya Aisha?" Ç'është kjo o Aisha? Ka thënë: "Banati, janë vashat e mia." Ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kur ka parë në mesin e tyre një kal me krah: "Ma hadha alladhi ara wasatahum?" Ç'është kjo që e shoh në mesin e tyre, pra në mesin e vashave? Qalet faras. Ka thënë Aisha, është një kal. Ka thënë farasun wa lahu janahan, një kal i cili posedon krah apo dy krah. Ka thënë Aisha radhiyallahu anha: "Ama sami'ta anna li Sulejman sallallahu alaihi wasallam khaylan laha ajniha." Aisha i thotë të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam: "A nuk ke dëgjuar se Sulejmani ka poseduar kuaj, cilat kanë pasur krah?" Qalet, pra thot Aisha transmetuesja e hadithit: "Fadhahika ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hatta ra'aytu nawajidhahu min shiddati ad-dhahik." Pra nga kjo përgjigje ka buzëqeshur dhe ka qeshur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam derisa i janë dukur atij dhëmballat. Dhe thamë se prej dobive të këtij hadithi është se njeriu dëgjon dhe komunikon me familjen e vetë dhe nuk përshpejton në gjykimin e asaj që ka thënë tjetri. Prej butësisë së tij sallallahu alaihi wasallam dhe sabrit të tij është edhe hadithi që transmeton Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, ku thot: "Kërkoi leje Ebu Bekri radhiyallahu anhu që të hyjë tek shtëpia e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe pasi që hyri, fasami'a sawta Aisha, e dëgjoi zërin e Aishës aliyan, pra e dëgjoi zërin e saj të ngritur. Nuk i pëlqeu Ebu Bekrit, babait të Aishës radhiyallahu anhum jami'an, sjellja e bijes së tij. Falamma dakhala tanawalaha liyaltimaha, pra dhe hyri në shtëpi duke pasur për qëllim pra t'ja jap një shuplak dhe i ka thënë: "Ala araki tarfa'ina sawtaki ala rasulillah", pra të mos të shoh që t'ja ngres zërin të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala an-nabiy alaihi salam yahjizu, dërguari i Allahut alaihi salam e mbrojti Aishën nga babai i saj për sjelljen e saj jo të hijshme. فقال النبي عليه السلام حين خرج أبو بكر: "كيف رأيتني أنقذتك من الرجل." I ka thënë Aishës: "Si të duka të mbrojta prej këtij burri, pra të mbrojta prej babait tënd." Pas disa ditëve kur Ebu Bekri radhiyallahu anhu i vizitoi për së dyti herë dhe pa që të dytë pra i kanë rregulluar çështjet mes tyre, u ka thënë: "Adkhilani fi silmikuma", pra më fusni edhe mua në paqen tuaj, kama adkhaltumani fi harbikuma, ashtu sikur se më futët në luftën tuaj. Pra ashtu sikur se u bëhet shkak që të hidhrohem me ty, pra më bëhu shkak që të pajtohemi. Dhe në këtë rast i dërguari i Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: qad fa'alna, pra e kemi bërë këtë gjë dhe e kemi bërë këtë gjë. S'ka dyshim se në sabrin e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam përfitojmë shumë. Po ashtu prej sjelljes së tij sallallahu alaihi wasallam të lartë, etikës së përsosur në bashkëjetesë është se ai alayhi salam nuk e harronte Khadijën radhiyallahu anha
nuk e haron të gruan e tij të parë pas vdekjes së saj. Sa që thot Aisha radhiyallahu anha, ka'annahu lam yakun imra'atun fi dunya illa Khatija. E përmente atë dhe e lavdonte atë shumë, sa që të mendoj njeriu se nuk ekzistonte grua tjetër në dunja përveç Khatijes. Derisa një herë ka thënë Aisha radhiyallahu anha, ma tadhkuru min ajuzin min ajaizi Quraysh abdalaka Allahu khayran minha. Pra kur e ka përmendur atë shumë Khatijën i dërguari Allahut alayhi salam, i ka thënë Aisha, pra përse e përmend atë shumë këtë plak prej plakave të fisit Quraysh, Allahu ta ka zëvendësuar atë me një grua më të mirë, pra me një grua më të re dhe më të mirë se ajo. I është përgjigjur asaj i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, ma abdalani Allahu khayran minha. Allahu nuk ma ka nuk ma ka ndërruar pra atë grua me një grua tjetër më të mirë. Innaha amanat biya idh kafara biya an-nas. Ajo hyri në besim pra ditën kur njerëzit bën kufër. Wa saddaqatni idh kadhabani an-nas. Ajo më besoi mua kur njerëzit më përgënjeshtruan. Wa wasatni bimaliha idha mana'ani an-nas. Ajo më ndihmoi mua me pasurinë e saj ditën kur askush prej njerëzve nuk më ndihmoi. Wa razaqani Allahu minha al-walad. Dhe Allahu mi furnizoi mua pra fëmijët e mi prej saj. Njeriu nuk i haron veprat e mira që janë bërë karshi atij. Po ashtu prej sjelljes së tij të mirë sallallahu alaihi wasallam është sa i ka ecur gjatë natës me gratë e tij, apo themi ne ka dalur për të ecur dhe për çetitur dhe ka kaluar natën duke folur me ta. Pra nëse ka qenë në udhtim dhe është kthyer prej udhtimi, ka kaluar natën duke u çmallur me gratë e tij. Hadithin që transmeton Ali ibn al-Husayn në Sahih al-Bukhari, thuhet se Safia radhiyallahu anha e ka lajmëruar atë se ka vizituar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke qenë ai në i'tikaf në 10 ditët e fundit të Ramazanit. Qalet fatahaddathtu 'indahu sa'a. Pra pasi që ja ka bërë këtë vizitë, ka thënë Safia radhiyallahu anha, biseduam një kohë. Thumma qamat tanqalib. Pra dhe më pas u qua Safia që largohet. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'aha yaqlibuha. Pra dhe u qua i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam bashkë me të për ta shoqëruar. Hatta idha balagat bab al-masjid. Pra derisa kur arritën derën e xhamisë. Dhe në këtë moment kaluan 2 burra prej ensarëve, të cilat e pan dhe u turpruan pra nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe filluan që të largohen. I dërguari i Allahut alaihi salam u tha atyre, ala rislikuma innaha Safiyatu bintu Huyay. Pra mos nguteni, mos u largoni, është Safia, pra është gruaja ime e bia e Huyayit. Kanë thënë ata dy, subhanallah, pra si kur thonë askush nuk dyshon të këti o i dërguari Allahut, edhe si kur të mos e dinin që është Safia, pra askush nuk dyshon të këti. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, inna shejtana yablughu min al-insani mablagha ad-dam. Shejtani dëpërton tek njeriu njëjtë sikur se qarkullimi i gjakut të tij. Wa inni khashitu an yakhdhifa fi qulubikum shay'a. Dhe andaj u friksova që të mos hedh pra shejtani në zemrat e tuaja diçka, pra ndonjë mendim të keq. Po ashtu transmetohet në Bukhari se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e ka kaluar Sara ma Aisha yatahaddathu ma'aha. Pra e ka kaluar natën duke folur me Aishan radhiyallahu anha. Në shtëpinë të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam vrem se ai ka qenë mjaft i afërt me gratë e tij dhe me familjen e tij. Transmeton Aisha radhiyallahu anha ku thot, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kana yattaki'u fi hijri wa ana ha'id.
pra mbështeteshte në prehërin tim, kur unë isha me menstruacione, dhe hadithin e transmeton Muslimi. Ky hadith na tregon neve afërsinë që ka pasur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam me Aishan, dhe na tregon se ai alayhi salam i ka kundërshtuar jehudët për shkak se jehudët largohen nga gratë e tyre kur ata e kalojnë këtë fazë, pra këtë proces. Po ashtu prej afrimit apo prej argumenteve që tregojnë afrimin të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam me gratë e tij është se ata ja kanë krehur atij flokët, sikur se transmetohet në hadithin e Aishës në Sahih Muslim, ku thot: la yadkhulu alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid fa urajjiluhu. Pra, duke qenë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në xhami, e fuste kokën e tij pra në shtëpi dhe unë ja krehja atij flokët. Në këtë hadith na bëhet pra e qartë etika e lartë e kësaj gruaje Ummul Mu'minin, nënës së besimtarëve Aishës radhiyallahu anha. Dhe po ashtu prej këtij hadithi duhet përfitoj çdo motër muslimane se gruaja duhet të jetë ajo që kujdeset për burrin e saj. Gruaja është ajo që kujdeset për burrin e saj dhe nuk lën dikën tjetër që të kujdeset për të. Dhe duhet ta di çdo motër muslimane se afrimi i gruas me burrin e saj, dashuria e saj ndaj burrit të vet, është një shkak që tek burrat e drejt t'i ngritet kësaj gruaje vlera dhe t'i ngritet atyre burrave respekti ndaj saj, dhe nuk është ashtu sikurse pretendojnë shumë gra sot se kjo është pra nënçmim dhe kështu me radhë. Atëherë kur gruaja ta di rolin e saj dhe po ashtu ta di burri rolin e tij, do të drejtohet familja e tyre, do të drejtohet shtëpia e tyre. Dhe nuk është e saktë vepra cilën e veprojnë shumë prej grave, cilat bëjnë krahasime pra të veteve të tyre me gratë të tjera, apo dëgjojnë këshilla keqdashëse të cilat u aprishin atyre shtëpijat e tyre. Kjo gjë nuk është as pak e saktë. E mençura kujdeset për familjen e vete, burrin e vet dhe shtëpinë e saj. Kur shikojmë sirën e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, vërejmë se ai i lëvdonte gratë e tij. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam fliste fjalë të mira për gratë e tij. Ka thënë alaihi salam: fadlu Aisha ala nisai ka fadli tharidi ala sairi at-ta'am. Vlera e Aishës mbi gratë të tjera është sikurse vlera e theridit, dhe theridi pra është ushqim që posedon mish, pra ushqim i mirë dhe i shtrenjtë, pra vlera e saj është sikurse vlera e këtij ushqimi mbi ushqimet tjera. Po ashtu argumente tjera që tregojnë etikën e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam ka shigrave të tij, saqë edhe kur ato apo ai ka qenë me agjerim i ka puthur ato, ky argument po ashtu tregon afërsinë e tij me to. Po ashtu aq i afërt ka qenë sallallahu alaihi wasallam me to, saqë në hadithin që transmeton Aisha ka thënë i dërguari Allahu alaihi salam: inni la a'lamu idha kunti anni radiya. Unë o Aisha e di kur ti je e kënaqur me mua, wa idha kunti anni ghadba, dhe e di kur ti je me mua e hidhruar apo e zemruar. Amma idha kunti anni radiyatan fa innaki taqulina wa rabbi Muhammad. Pra kur ti je e kënaqur me mua betohesh dhe thua për Zotin e Muhammedit, dhe kur je e hidhruar apo e zemruar thua wa rabbi Ibrahim, pra për Zotin e Ibrahimit. Kjo është sjellja e tij sallallahu alaihi wasallam, dërsa sot dëgjojmë raste të ndryshme pra kur çiftet mes veti zihen, jo për vepra reale dhe të vërteta, mirë po për parashikime.
Dhe me thonë, thot njëri se kam bë këtë, se kam ditë, se nëse e bëja atë ti se kishe bë këtë. Tjetri ja kthen thot, asun nuk e bëna atë, se e dita që ti e kishe bë këtë. Parashikime as pak vepra të vërteta dhe reala, për cilat pra mund që njeriu gjykohet, dhe s'ka dyshim se gjitha këto janë prej shejtanit. Po ashtu prej udhëzimit të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam ka qenë se ai kujdeseshte për veten e tij, ai parfumoseshte dhe pastroheshte. Po ashtu prej etikës së tij të lartë ka qenë se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kur nuk i ka rrahur gratë e tij. Thot Aisha radhiyallahu anha, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan lahu qat. I dërguari Allahut alayhi salam kur nuk ka rrahur asnjë gra prej grave të tij. Dhe ka thënë alayhi salam në një hadith tjetër, la tadhribu ima Allah, mos i rrihni robreshat e Allahut. Dhe këtë hadith e bën Sheikh Al-Albani hasan. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i shqetësonte gratë e tij kur ata ishin të mërzitura. Në hadithin që e transmeton An-Nasa'i thuhet se në një udhtim Safia radhiyallahu anha ka filluar që çaj, pra ka pasur një deve shumë të ngadalt, e ka lodhur kjo pasi që ka qenë dita me cilën e ka pasur ajo kohën me të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo deve ka ecur shumë ngadale dhe ka filluar që çaj. Dhe i është ankuar të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë, hamaltani ala ba'irin bati, pra më ke vendosur në një deve të ngadalt, andaj dhe jam vonuar. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yamsahu bi yadayhi 'aynayha wa yuskituha. Pra kur ajo çante, i dërguari Allahut alaihi salam i afshinte asaj lotët, e qetësonte dhe i thoshte që të hesh, pra të qetësohet. Kjo sjellja e tij alayhi salam. Mirë po në këtë rast, Safia radhiyallahu anha insistoi që të çante. Dhe këtu është një dobi tjetër që gruaja apo secili prej njerëzve nuk duhet që të insistojë në sjelljen e tij apo ca jo të hishme. Momentin që të vjen këshilla, paralajmërimi, pra qetësimi, e pranon atë dhe shfrytëzon rastin dhe nuk vazhdon në zemrim dhe nuk vazhdon pra në atë prekje që të ka ndodhur. Dhe kur nuk u ndal nga qetësimi që ja dha i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, pra kur nuk u ndal ajo nga ky qetësim, e la atë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe u largua prej saj. Po ashtu kuptojmë në sjelljen dhe në etikën e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, në sirrën e tij, se ai kur gratë e tij sëmureshin ju bënte atyre rukje. Vet i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam u bënte atyre rukje. Në hadithin që transmeton Aisha në Sahih Muslim ka thënë, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha marida ahadun min ahli baytihi nafatha alaihi almuawidhat. Pra kur sëmureshte dikush prej shtëpisë të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, ai u lexonte atyre muawidhatet, pra 3 suret e fundit. Po ashtu prej sjelljes së tij të lartë dhe etikës së tij të përsosur sallallahu alaihi wasallam është dhe ka qenë se kur ai është kthyer nga udhëtimi, është vënuar pak. Pra nuk ka shkuar direkt në shtëpinë e tij, dhe pse ka mbërritur në vendin e shtëpisë së vete, mirë po është vënuar me hyrjen në shtëpi për t'ju dhënë kohë grave të tij që të përgatiten dhe të mos shohë diçka që si pëlqen atij në shtëpinë e vete. Transmeton apo thot Jabir radhiyallahu anhu, kunna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safar, ishim me të dërguarin e Allahut alaihi salam në një udhtim, falamma raja'na dhahabna linadkhul, kur u kthyem, do të thonë ishim gati që të futemi pra në shtëpi. Në këtë rast i dërguari Allahut alaihi salam tha, amhilu hatta nadkhula layla, pra prisni të hym në shtëpi natën, hatta tamtashita ash-sha'itha wa tastahiddu al-maghiba, pra derisa
të krehet dhe të rregullohet ajo që s'është rregulluar, pra dhe po ashtu pra të rregullohet ajo grua e cila ka qenë mëghibe, pra nuk e ka pasur burrin e vet në shtëpi. Përveç etikës së tij, këtu kuptojmë se edhe gruaja nga ana tjetër duhet kujdeset për pamjen e saj. Duhet kujdeset për pastërtinë në shtëpinë e saj, pa marrë parasysh pra a është e re apo e vjetër, çdo herë duhet pra që ta kërkoj vëmendjen e burrit vet, duhet që ta kërkoj shikimin e burrit të saj, duhet që ta kërkoj pra nuhatjen e tij, parfumoset mirë dhe duhet i veproj gjitha këto vepra të mira dhe të pëlqyeshme që janë po ashtu vepra të fitrës pra të natyrshmërisë. Njëkohësisht e kundërta duhet që edhe burri pra të rregullohet. Ka thënë Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li al mar'a. Unë dëshiroj që të zbukurohem për gruan, njëjtë sikur se zbukurohet gruaja për mua, dhe ka cituar ajetin ku Allahu te baraka wa taala ka thënë walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, pra ato kanë të drejtat barabarta, njëjtë me detyrimet që i kanë, me ma'ruf, me të drejtë dhe të mirë. Mirë po duhet bëjnë kujdes burrat që të mos e teprojnë në këtë gjë. Nuk është prej veçorive të burrave të mirë dhe selefëve të mirë dhe të ndershëm që ta teprojnë pra në këtë aspekt, duke u zbukuruar, duke u krehur, duke u ndrequr, duke u parfumosur me të madhe, për shkak se mund të bëhet ves i keq tek ai. Po ashtu kur Urwa e ka pyetur Aisha radhiyallahu anha, bi ayi shay'in tayyibti Rasulullah, pra me çfarë parfumosje të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam, ka thënë bi atyabi thib, pra me parfumin më të mirë. Po ashtu sa u përket grave, duhet që gruaja të kujdeset për burrin e saj dhe t'i respektoj miqt dhe musafirët e tij, pra sa që në hadithin që transmeton Luqajt ibn Sabura, ka thënë, erdhëm tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e gjetëm atë në shtëpi. Aisha radhiyallahu anha përgatiti ushqim për ne. Momentin që erdhi i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, tha hal asabtum shay'an aw amuru lakum bi shay', a ju arriti diçka apo të urdhëroj, do me thonë në shtëpi, që të përgatisin për ju diçka? Qala kulna na'am ya Rasulullah, ka thënë, tham, po o i dërguari Allahut, pra na arriti neve ushqimi. Dhe këtë hadith po ashtu e bën të saktë Sheikh Al-Albani rahimahullah. Pra duhet që gruaja, apo është prej dashurisë së gruas ndaj burrit vet, respektimi i musafirëve të tij, respektimi i të afërmve të tij, prindërve dhe kështu me radhë. Po ashtu, kur e shikojmë shtëpinë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, vrejmë se gratë e tij kanë pasur durim të madh, edhe pse nuk kanë poseduar shumë. Edhe pse i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka jetuar, themi, në skamje dhe në varfëri në momente të shumta, gratë e tij kanë bërë durim. Sa që ka zbritur ajeti ku Allahu te baraka wa taala thot, ja eyyuhan nabi, o ti profet, qul li azwajika in kunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alain, thuaju grave tua nëse ju e doni jetën e dunjas dhe zbukurimet e saj, e jani umetti'kunna, pra t'ju jap një dhurat lamtumirse, wa usarrihkunna sarahan jamila, pra dhe t'ju lë të lirshme në mënyrë të bukur. Kur zvriti ky ajet dhe ja lexoi dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam Aishës, pra nëse keni për qëllim jetën e dunjas dhe zbukurimet sipas saj, tregoni që
pra t'ju ndajmë në mënyrën më të mirë. Aisha radiallahu anha ka thënë: "Fa inni uridu Allaha wa rasulahu wa ad-dar al-akhirah." Unë e dua Allahun, të dërguarin e tij, dhe jetën e amshueshme, pra xhenetin. Dhe më pasaj vepruan në këtë mënyrë të gjitha gratë dhe nonat e besimtarve radiallahu anhunna. Pra kjo bes dhe kjo vepër e mirë prej tyre pra kjo është pra prej besës dhe nuk është prej sjelljes mirë as prej dashurisë që gruaja ta ngushtoj burrin e saj. Pra ti kërkoj atij gjëra të cilat ai nuk mund t'ia plotësoj. Secila grua e mençur duhet që t'ia di burrit të saj buxhetin dhe sa i ka ai mundësitë dhe në bazë të asaj ti kërkoj kërkesat e saj. Aisha radiallahu anha pra nuk ka poseduar do një shtëpi luksoze. Shtëpia e saj ka qenë një dhomë prej balte dhe megjithatë ka bërë durim në sfidat e jetës, saqë na lajmëron neve ajo radiallahu anha rreth jetës së saj të përditshme dhe thot: "Ma shabi'a alu Muhammedun min khubzin apo min khubzi burrin ma'dum hatta lahiqa billah." Pra nuk janë ngopur familja e Muhammedit prej bukës së grurit me gjell derisa është bashkuar ai, pra Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, me Allahun. Pra nuk kanë ngrënë me ditë me radhë ushqime të tilla derisa ka vdekur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në një rivajet tjetër kur është pyetur si keni jetuar, ka thënë: "Al-aswadan at-tamru wal-ma." Kemi jetuar vetëm me dy gjëra, pra me hurmat dhe me ujin. Dhe po ashtu kur lexojmë në sirën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam sa i përket shtëpisë së tij, vrejmë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka pasur një shtrat prej lëvozhgave të palmave dhe të hurmave që i kanë lënë atij çdo herë shenja në shpinën e tij kur ai ka fjetur. Megjithatë, gratë e tij kanë bërë durim dhe nuk janë ankuar. Dhe megjithatë, kjo grua Aisha radiallahu anha i porosit gjitha gratë tjera dhe thot: "Ja ma'shara nisa, o ju gra, law ta'lamunna bihaqqi azwajikunna alaykum, sikurse ta dinit hakun e burrave tuaj mbi ju, se cila grua prej juve do t'ja pastronte pluhurin e këmbëve të burrit me fytyrën e saj." Dhe këtu pra përfitojmë dhe prej gjithë saj që përmendëm dobi të shumta. Pra përfitojmë se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe gratë e tij janë sjellur me sjellje dhe etik të bukur. Pra dhe kjo ka ndodhur nga të dyja anët me durim, butësi, dashuri, afërsi dhe shumë virtyte tjera. Asnjë familje dhe asnjë shtëpi nuk do ta gjejë lumturinë përveç se nëse ajo shtëpi i jep përparësi çështjes dhe urdhrave të Allahut te bareke ve taala në shtëpinë e tyre. Asnjë grua dhe asnjë burr nuk do ta gjejë lumturinë me diçka që kundërshton sheriatin e Allahut te bareke ve taala. Lumturia, vëllezër të dashur, është ajo cilën e përmendëm, është në udhëzimin profetik. Allahu te bareke ve taala ka thënë: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Pra ju e gjeni shembulltyrën më të mirë tek i dërguari. Pra khajri dhe gjithë khajri, e mira dhe gjithë e mira është në ndjekjen e tij, dhe sherri dhe i gjithë sherri, pra e gjithë e keqja, është në kundërshtimin e fesë dhe sheriatit të tij. Dhe me kaq edhe mjaftohemi për sot. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.